dhe faleminderit për punën që bëni në kërkim dhe për punën e madhe që bëni në kërkim të lajmit. Jam këtu sot përpara jush në selinë e PD-s për të dorëzuar një kërkesë pranë Komisionit të Apelimit me insistimin e këtyre demokratëve, përgjithsisht janë drejtues strukturash, pasi unë personalisht, por edhe leadershipi këtu i detyrohemi shumë dhe i detyrohemi shpjegime për sa ka ndodhur në rastin e përjashtimeve të përjashtimit tim dhe të kolegut tim Arlind Boshku. Kam qenë këtu përpara jush edhe në 2021-shin, kam qenë për të njëjtën gjë, pasi në atë kohë lidhja dhe kërkoja dinjitetin e zotit Berisha, pasi u përjashtua nga partia, nga leadershipi asaj kohe. Sot jam këtu përpara jush për të marrë shpjegime dhe për kërkuar dinjitetin tim. Nuk është çështje pozicionesh, por është çështje dinjiteti. Në kërkesë kam shtjelluar që çdo rresht i vendimit është antistatutor. Kam kërkuar ballafaqim me leadershipin këtu dhe kam kërkuar, siç jeni edhe ndjeni edhe në daljet e mia të tjera publike, kam kërkuar fakte dhe prova për sa që quan në vendimin e shkarkimit tim. Jemi këtu të gjithë bashkë dhe po e theksoj prap me insistimin e këtyre demokratëve, drejtuesve të grup seksioneve apo sekretarëve të grup seksioneve, kryetar apo sekretar grup seksionesh. Kërkojmë, nëse është e mundur edhe tani në këtë momente, kërkojmë të bëjmë një ballafaqim me zotin Berisha, pasi jemi rënduar shumë me akuzat, janë akuza shumë të rënda për mua dhe për kolegun tim. Mos të dalim njëri nga një mikrofon dhe tjetri nga mikrofoni tjetër të bëjmë monolog, ja ku jemi të ballafaqohemi njëri tjetrin dhe të qartësojmë këto gjëra, sepse i detyrohemi këtyre demokratëve. A keni bashkëpunuar me Partinë Socialiste kundër Partisë Demokratike siç janë akuzat? Nuk diskutohet që kemi bashkëpunuar me Partinë Socialiste. Nuk diskutohet kjo, është një gënjeshtër. Është gënjeshtër shumë e madhe. Parkimin në Durrës dhe si ka mundësi që keni në zotërim parkimin më të madh të qytetit? Shiko, parkimi është pronë private. Unë jam pjesëtar i sektorit, një pjesë, dhe me thonë të drejtën, shumë mirë bëhet që ma bëhet të pyetje, se ka qartëruar në NZ kjo gjëra, dhe unë do t'ju vënë dispozicion juve certifikatën e prodhuesisë, ku unë jam pjesëtar pronar e sektorit. Dhe nëse është ky shkaku, ka ngabuar rënd, sepse siç me thonë a fakton kjo një lidhje tuajon me qeverinë, a keni përdorur ju? Si mund të faktoj kjo? Është pronë private, nuk është parkim publik. Është pronë private që shfrytëzohet për parkim. Nesër mund të ndrohet destinacioni, mund të bëhet diçka tjetër. Është pronë private. Çfarë qendrash votimi keni deleguar në 2025 dhe cili ka qenë rezultati i tyre? Unë qendrat që kam punuar unë. Shiko, rezultatet e mia ndër vite bashkë me këto demokrat janë aty, janë rekordet aty, i hapin dhe ne jemi në ditën më të zezë të Partisë Demokratike, ne kemi pas rezultatet më të mira nga 2013 e deri sot që flasim. Si ka mundësi në 2025 njeriu më i votuar në Durrës që kemi Po si ka mundësi rrjetet sociale në Facebookun e asnjë prej jush nuk ka postime për fushatën elektorale, kanë kontrolluar Facebookun. Por herën e fundit se ne kemi ardhur është për jo bën mirë që i bën të zotit Berisha. Përsa sot kemi ardhur se keni në dinjitetin të dy zotërinjve. Po tash do i dëgjojmë Do ju lutem. Ja me keni votuar në Durrës, ja, për te keni volumin, që ka shkuar. Ne ju bëjmë pyetje ju nëse doni mund të përgjigjeni nëse
Mund të kishte shkuar, doja edhe me 4 Unë deputet. jam dëshmitar i punës së zotit Burgia dhe zotit Boshku. Analiza e qendrave zgjedhore e ka bërë Partia Demokratike e Shqipërisë dhe konkluzionit i saj e tin brenda institucioneve të saj. Nuk kemi për të bërë analizën në zgjedhjet 11 maj, por jemi për të mbrojtur dignitetin e dy antarëve, dy simpatizantë, dy drejtuesve të Partisë Demokratike të Shqipërisë. Në daljen e punës, një sekondë, do lutem, ne do dorëzojmë kërkesën, i bëm një ftesë zotit Berisha që të ngjitemi të gjithë lart aty dhe të na vënë ndjeni se për çka ka arritur të bëjë këto. Në daljen e punës të dijen ka thënë që kemi votuar buxhetin e zonjës Sako atje në Bashkinë e Durrësit. Ne ku e keni këtu për mediat qëndrimin tim, proces verbalet e bashkisë, qëndrimin tim në votimin për buxhetin e Bashkisë Durrës. Se mendoni se jeni larguar? Pra, Tashi neve jemi këtu për të bërë pyetje, për të na bërë pyetje në lidhje me përjashtimin dhe të bëjmë ne pyetje brenda pse na përjashtuan. Ju na kërkoni që ne ta mundsojmë, por një hamundësimi joni është edhe bashkimi jonë në foltorin e Salajin Durrës. Foltoria që në fakt i bëri shumë mirë Partisë Demokratike se i vuri gjithë në lëvizje. Edhe të gjithë jeni dëshmitar që pas foltores Salajin Durrës u vu partia në lëvizje, fillun dalin deputetët që i thonin leadershipit këtu që nuk na vinë njerëzit. Ne i tregum atyre leadershipit këtu që njerëzit janë aty, dhe nuk është e vërtet që nuk vinë, por nuk ju vinë juve. Nuk i vinë deputetëve të Durrësit. Pse nuk e tentuan ta bëjnë një takim Durrës? Ka ardhur zoti Berisha 2 herë, një herë në Maz, një herë në Suk. Pse nuk vinë Durrës? Se nuk e keni ngritur zërin më përpara, por ngrihet zëri vetëm kur Atëherë, Po jo, një gjë, se nuk kam ngritur zërin më përpara. Unë kam qenë zëri më i fuqishëm në Durrës edhe kur përjashtu zoti Berisha. Kam qenë këtu përballë jush, ju thash për përjashtimin. Neve në gjithë kur u ngritëm rritëm me Lind, u ngritëm për padrejtësitë që u bën zotit Berisha, premtuam që do kemi vlerësim meritash, vlerësim kontributash dhe sot jemi, domethënë, nuk u diskutonte dhe zoti Berisha e ka artikuluar që nuk do të ketë përjashtime në Partinë Demokratike. Sot jemi përpara faktit, jo se jam përjashtuar unë, nuk ka rëndësi, unë e kam deklaruar në media të tjera, që nëse unë kam bërë diçka, ta bëjmë publike gjën dhe marr unë përsipër fajet e mia apo çfarë do qoftë. Kam edhe një pyetje tjetër që mendoj që ngeli pas sqaruar. Keni bërë ju apo keni patur ju mbështetje mbase jo publikisht, por nën rrogos për 2 kandidatë të listave të Partisë Socialiste? Jo, një sekond tash se po më bën pyetjen mua direkt. Po çfarë lidhje kam unë me Partinë Socialiste? Unë kam Kandidatë. Po është turma, kush e dëgjon Durrës edhe ata që njohin dhe ata që nuk njohin. Si mund të Sqaroj për ata që s'njohin. Po si mund të mbështes unë Plakuar emri Ani Dyrmishit, për shembull, ose Ani Dyrmishën unë e kam njoft se kam pas kryetar këshillit bashkiak atje, e njoft në largësi çfarë lidhje ka mua. Ja ku keni kandidat që kam thënë zoti Burgia, pse Hamendson, ja ku jam dëshmitar janë. Ne jemi këtu për të ngritur pikë. Shiko, e di si është puna. Shiko, unë ju thash si fillim, ju thash unë jam dëshmitar i fushatës së zgjedhjeve 11 maj dhe kjo besoj mbyll çdo lloj hamendësimi. Dikush tjetër kandidati Durrës apo drejtues Shaku i Durrësit ka pretendim tjetër për 2 zotërin, dali ta thotë. Ne kemi ardhur për të kërkuar llogari për jashtësimin e 2 zotërinve. Dhe duke qenë se zoti Berisha në orën 12 ka gjithmonë konferencë për shtyp në sallën Azemajdari, Burgie i ftojmë gjithë që shkojmë te salla Azemajdari para se të lloj konferencë për shtyp, se më jam. Nuk ka edhe klubi në orën 1. Po mirë presim ne. Presim përgjigjet e Berishës. Ne do jemi detyruar të presim sepse ndoshta i ka gjetë pa përgatitur kjo gjë, urdhëroni. Po e dorëzoni sot në gjykatën e Partisë Demokratike të kërkesë. Besoni se institucion brenda partisë do dalë drejta juaj? Besojmë apo nuk besojmë, se tash domethënë kjo çështje e besimit është relative. Po neve do ta kalojmë si hap këtë, përdesa është një shkallë për t'u kaluar. Kërkojmë, do shohim se çfarë qëndrimesh do mbajnë. U bë mirë që dolëm sot këtu se u sqarua edhe kjo puna e parkimit. Nëse keni një merak tjetër, unë e kuptoj vështirësinë e tyre që në nxitime sipër marrin kështu lloj vendimesh.
por do dalin fiasko me mu, sepse nuk jam demokrat prej Sali Berishës apo prej Flamur Nokës, jam demokrat dem babadem me breza. Kështu që çdo lloj aludimi që të keni, edhe çdo lloj akuze që të keni do t'i bi poshtë. Atëherë, arsyeja që ne kemi ardhur tregon që ne ende Por a keni votuar apo jo këtë buxhet? Votën. Nuk e kam votuar, ja ku e keni qendrimin merret. Ja ku e keni. Ja ku e keni, kjo Nigjo, mund t'ju vën dispozicion gjithë qendrimin tim, po këtu kam vetëm paragrafin ku thuhet ne do ta deklarojmë votën kundër për sa foli zoti Muka dhe sa fola unë. Merrni këtë ta keni. Mund ta merrni këtë, mund të merrni edhe një kopje të kërkesës, ta bëni publike nëse doni. Në 23 maj ka zgjedhje për kryetarin e ri të Partisë Demokratike. Ju e mbështesni rikandidimin e Berishës si Atëherë kryetar? merrni me çështjen që kemi ardhur sot. Faleminderit për të gjitha pyetjet. Ne do jemi në pritje të një takimi me Keni një doktor Sali çështje, po dhe ne Berishën. kemi çështje. Dhe një pyeta, keni një lidhje me hotelin tek Dovana? Dhe faleminderit Po, për jam unë pronari i këtij hoteli dhe kam marrë me qera. Paguani taksin e akomodimit? Patjetër do të paguaj taksën akomodimit. Po na duhet se ti ta Unë e kuptoj që unë e kuptoj që ju vin pyetjet me mesazh. Nuk na vjen asnjë pyetje me mesazh. Unë kam një me biznesin tim, edhe me se tash një do të dal pak nga modestia me biznesin tim. Kam 12 vite që kontribuoj edhe ke Partia Demokratike e A Durrës. keni përfituar në biznesin tuaj të mira? Kur nuk kam përfituar. Dhe nëse ka diçka që mund të kem përfituar ta bëj publike. Dhe ky është turpi i madh që po bëj sot, duke çuar mesazhe për këtë. Nëse rezulton, mund të përgjigjem po ju bëj një pyetje. Mos ju lutem, kush ishte? Ju po e ktheni po sillni njësoj si qeveria, po tregoni po merrni me syrin personalisht. Unë po ju bëj një pyetje si gazetare, që s'ka lidhje fare as me syrin, as me mesazhin në telefon. Dhe pyetja ishte drejt për drejt. A keni përfituar? Si ka mundësi që jeni favorizuar në biznese? Që keni marrë tenderin e partimit? Që keni O zonj, tash se je duke më vënë gojë, je duke shiko. Ka drejta i zotëria që ju kthehet me ato Burgia, nuk ka drejtë. Unë po ju them që partimi është pronë private, nuk është pronë e bashkisë. Kam pas luftën në bashkinë. Pasi bashkia ka qenë ka marrë kush e di sa kohë atë parkim, e ka mbajt në të pa drejtë dhe e shfrytëzonin njerëz të tjerë jo pronarët e ligjshëm. Dhe sot unë po ju flas hapur që është pronë private, ju vën dispozicion certifikatën e pronës, ku unë jam pronar brenda, domethënë jam pjesëtar aty dhe është e zaruar si gjë. Nëse keni ndonjë gjë tjetër, ju sqaroj për çdo gjë. Edhe sa i përket pyetjes se kemi përfituar apo jo, kur nuk kam përfituar. Përkundrazi, jam godit nëpër bizneset e mia. Le të merren me 16.000 vota në Bashkinë Durrës. 16.000 vota në diferencë me Partinë Socialiste, me atë të merren. 34.000 vota gjithsej. 34.000 vota Bashkia Durrës, 3 deputetë gjysmë nxjerrë. Po mos ka ardhur ky rezultat si dështimi i punës tuaj dhe për faktin që nuk keni punuar për Partinë Demokratike, por për kampin. Dëshimet i nxjerr analiza, jo ke intervista këtu. Atëherë, çfarë analiza zgjedhni me mas të vonë analizë Partisë Demokratike nuk bëhet sa këtu. Kështu që dhe faleminderit. Jo, jeni duke na lutur Rama i paskavilla. Po, to e dëshimin. Për ta nuk shëson në plazh Durrës. Shancion në Baseran, jam i konstatuar që kam një qendra votimi. Arsyeja e humbjes do të gjejmë, pse kemi humbur kaq thellë? Sepse ja kemi ngjetur grupit të këtyre neve u themi një stil që ja kemi nxjerr tradhtar. Jo, më jo është e vërteta. Është grupi mafioz, dy bashkë me grupin e vet. Grupi tradhtarëve që kuptoj, grupi bllajve i meq pranë drejt. Apa zyrën në PD që hapëm kur hapëm, nuk më dhan as kompjuter të punoja. Një, kanë një me qendrës, më erdhi një drejtues i qarkut të ma vidhën kontra llogarios të pyetën si jemi, çfarë gjendje jemi. Vetëm një gjë bëjmë drejtë gënjente. Kemi 8 tokë, po marrin të 9-in. Të marrin të 8-in se ka qef të 8-in. Ku e ka të 8-in që mori?
Serdi një herë, po të vi. Drejtues qarkun kam pasur zoti Bylibashi. A desho takim? Po më tërë në takim, kam pasur zoti Bylibashi, kam ardhur një herë në plan. Kam bërë të kesh me shpirin 3 herë në PD. Bundim. Në një lajm që shkoi Amin e futbollit. As një herë as një futboll. Zoti nuk ka po të ishte vite këtu me ne. Ne s'kemi dalë për të ka për krau zotin Nuk Nova e po ka ti dash vetë i gotë se syri se po pse janë gjëra shumë bukur, e ka dash vetë po drejt tombas. Ha, fal, syri është po. Në ty kanë zë kanë avion. Shiko, ju Kanë dash vetë tombas, Mos nuk i kanë merr arsye. personalisht me logon me syrin. Më pëlqen je zerion dhe drejtojmë. Unë dje ta kesh nga mua aty, e kemi patur nga herët Bylibashi, nga ardh Muka, që ka qenë drejtues direkt të Partisë Demokratike dhe drejtues i qarkut Durrësit. Këtyre këta dalin para nesh për llogari. Tani kam edhe një Po. pyetje tjetër. Ju bashkon vetëm solidariteti me zotin Turqia apo jeni edhe si mbështetës i zotit Saliani? Oh, bravo dhe kjo. Unë jam 33 vjet e kam Do të qofsh asoj se janë përjashtuar. Jam kam qenë ushtar i Berishës. Dhe vazhdoj të jem akoma për jetë gale barabartë. Sot më shtet Saliani. Po pengojon ti ose? Fatkeqësisht po dalë me druat në mbrapa, por e mbështet. Se duam liri, duam tamam të janë votat. Të votojmë demokratë jo. Të ndrojë emrin Saliani. Partia jo komuniste shumë ishte. Kjo vetë do. Ne pa nga media. Ndjer diçka po. Jam të Saliani dhe me shpirt po ta lej në gardë ndeshme. Miq të medjave, unë besoj që ne ishim qartë për sa pyetje patëm. Mendoj ta mbyllim këtu. Unë nuk kam gjë për shtuar. Do dorëzojmë dhe kërkesën, kështu që ju falenderoj shumë për këtë. Do të anëtojnë takimin zotin Berisha sot apo? Nëse zoti Berisha është i gatshëm, edhe unë jam i gatshëm. Unë ja thash edhe më parë që nuk kemi pse bëjmë monolog, njëri nga një mikrofon, edhe unë ja përgjigje nga mikrofoni tjetër. Në herën e fundit foli për votën tonë në Këshill, votën për buxhetin e Sakos. Unë po kam marrë me fakte që buxheti i Sakos është votuar kundër nga këshilltarët e Partisë Demokratike. Kështu që le ta gjejë që nëse don të ballafaqohet për çdo gjë që u fol këtu apo jam folë edhe më parë nëpër media, ne jemi të gatshëm tani të ngjitemi sipër. Me ftesë të tyre, nuk shkojmë ne tash të Kjo absolutisht është një disinformim që i kanë thënë doktorit dhe kjo të është disinformim. Doktori ka punë Përderisa del, se po i referohem gjithmonë daljes fundit tij për këtë rast, përderisa del dhe thotë që kanë votuar buxhetin e Sakos, do thotë që është disinformim, se faktet flasin ndryshe. Ka folë për veprime tona të Këshill, rekordet janë aty, qendrimet e mia janë aty. Zëri, unë tash pa modesti po e them, po zëri më i fuqishëm Këshill në këto vite kam qenë unë. Edhe politikisht, po edhe gjëra teknike në shërbim qytetarëve. Kështu që ju falenderoj shumë dhe ditë mbar. Faleminderit.